Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ka treguar Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se një herë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte me shokët e tij dhe ja kanë sjell një kofsh. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pëlqente mishin e kofshës dhe mori pak mish me dhëmb. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: Unë jam i madhi i bijve të Ademit në ditën e gjykimit. Sayyidu waladi Adama yawm al-qiyama. A dini pse? Allahu i lartësuar do t'i mbledhë të gjithë njerëzit në një fushë në ditën e gjykimit. Zëri i thirrësve do t'i arrijë të gjithë. Shikimi i përfshin të gjithë. Janë në një fushë të tërë. Dielli do të afrohet nga kokat e njerëzve. Edhe do të mundohen shumë. Mundimi bëhet aq i madh saqë kërkojnë dikë që të ndërmjetësojë tek Allahu i lartësuar për fillimin e llogarisë. I thonë njëri tjetrit, le të shkojmë tek Ademi, babai i njerëzimit. Shkojnë tek Ademi alayhi salatu wassalam dhe ja përmendin disa nga mirësitë që ka bërë Allahu i lartësuar. I thonë, Allahu i lartësuar ty të ka krijuar me dy duart e veta, të ka dhënë shpirt të nderuar që dhe të krijuar nga Allahu i lartësuar. Shpirti i Ademit është i krijuar nga Allahu i lartësuar. U ka dhënë, ti ka mësuar emrat e gjithçkaje, u dha urdhër me lajkeve që të binë ty në sejdë. Ti je babai i njerëzimit. A nuk e shikon sa shumë po mundohemi? Kërkojmë që të ndërmjetësosh për ne tek Allahu i lartësuar, të ndërmjetësosh për fillimin e llogarisë. Ky është kuptimi. Ademi alayhi salam thot, Zoti im sot është zemëruar shumë. S'ka qenë ndonjëherë kaq i zemëruar dhe s'ka përqenë kur kaq i zemëruar. Mua Allahu i lartësuar më ndaloi që të ha nga një pemë. Dhe unë e bëra gjunahun, e kundërshtova me fjalë dhe hëngra nga pema. Unë kërkoj që shpëtoj vetë sot, nefsi. Shkoni tek Nuhu alayhi salam, i cili është i pari të dërguarve të Allahut të lartësuar tek njerëzit. Shkojnë tek Nuhu alayhi salam. Dhe i thonë, a nuk e shikon sa shumë po mundohemi? Kërkojmë që ndërmjetësosh tek Allahu i lartësuar, të fillojë llogaria. Nuhu dhe i thonë që ty Allahu subhanahu wa taala, ti je i pari i të dërguarve tek njerëzit e krijesat. Ty Allahu të ka quajtur abden shakura, rob falënderues ndaj Allahut të lartësuar. Kërkojmë që ndërmjetësosh tek Allahu. Nuhu alayhi salam thotë, unë kam pas një lutje dhe e kam bërë kundër popullit tim. Unë sot kërkoj të shpëtoj vetë, nefsi. Ma përmendi se Allahu sot është zemëruar shumë, s'ka qenë ndonjëherë kaq i zemëruar dhe s'ka përqenë kur kaq i zemëruar. Prandaj shkoni tek Ibrahimi alayhi salam. Shkojnë tek Ibrahimi alayhi salam. Edhe i thonë, ti je nebiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard. Ti je profeti Allahut dhe miku i madh, miku i dashur i Allahut të lartësuar që të ka zgjedhur nga banorët e tokës. Khalilullah, Khalilur Rahman. A nuk e shikon sa shumë po mundohemi? Kërkojmë që ndërmjetësosh tek Allahu i lartësuar. Edhe Ibrahimi alayhi salam thot, Zoti im,
sot është zemëruar shumë, kur s'ka qenë ndonjëherë kaq i zemëruar, dhe kur s'ka përqenë në vazhdim kaq i zemëruar. Dhe i përmend 3 gënjeshtrat e tij që i ka bërë për hir të Allahut, të cilat i ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Fjala e tij unë jam i smur, fjala e tij e ka bërë i madh i tyre, dhe fjala që ja tha sunduesit e Egjiptit, që i tha për Sarën se kjo është motra ime. Edhe pse këto fjalë nuk i ka kuptuar e përmendur me kuptimin e tyre të drejt për drejt. Pra, këto fjalë i ka thënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ibrahimi alayhi salam pra u thotë që unë kërkoj të shpëtoj vetë, nefsi. Shkoni tek Musa alayhi salam. Shkojnë tek Musa alayhi salam, edhe i thonë: ty Allahu i lartësuar të ka dalluar, të ka zgjedhur me mesazhet që ti ka zbritur, ty Allahu i lartësuar të ka folur. A nuk e shikon sa shumë po mundohemi? Kërkojmë që të ndërmjetësosh për ne tek Allahu i lartësuar, që të filloj llogaria, kuptohet. Musa alayhi salatu wassalam u thot: Zoti im sot është zemëruar shumë. S'ka qenë ndonjëherë kaq i zemëruar dhe kur s'ka përqenë kaq i zemëruar. Unë e kam vrarë një njeri për cilin nuk kam qenë urdhëruar që ta vras. Përmend Musa alayhi salatu wassalam gabimin e tij. Prandaj thot: shkoni tek Isa alayhi salam. Shkojnë tek Isa alayhi salam dhe i thonë: ty Allahu i lartësuar ta ka mundsuar që të flasësh njerëzve që kur ishin në djep. Dhe ty Allahu subhanahu wa taala, Allahu i lartësuar të krijojë me fjalën e tij bëhu. Isa është krijuar vetëm me nën, pa bab. Allahu i lartësuar të ka dhënë shpirt të nderuar, shpirt që e ka nderuar. Kelimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. A nuk ndërmjetëson për ne tek Allahu i lartësuar? Kërkojmë që ndërmjetësosh, se po mundohemi shumë. Isa alayhi salam u thotë që Zoti im është zemëruar shumë, s'ka qenë ndonjëherë kaq i zemëruar dhe s'ka përqenë kur kaq i zemëruar. Por Isa nuk përmendi ndonjë gjuna. Dhe u thotë: shkoni tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shkojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë: ti je i dërguari i Allahut, je vula e profetëve. Ty Allahu i lartësuar ti ka falur gjunahet e mëparshme dhe gjunahet e mëpasshme. A nuk e shikon sa shumë po mundohemi? Kërkojmë të ndërmjetësosh për ne tek Allahu i lartësuar, kuptohet për fillimin e llogarisë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: unë thot, pastaj do të vi, do të shkoj tek arshi, do të bije në sejdë nën arsh, dhe Allahu i lartësuar do të më inspiroj, do të më mundsoj që të përmend lavditë të tij, që nuk i kam, që s'e kam mësuar ndonjërit më përpara, se ka ditur njëri më përpara. Pra kuptohet që profeti sallallahu alaihi wasallam këtu do të përmend emrat bukur të Allahut që si kanë ditur njerëzit më përpara, do të lartësoj, do të madhroj Allahun, duke përmendur lavditë të tij që si ka pas ditë më përpara, dhe Allahu i lartësuar do t'i thotë: o Muhammed, ngreje kokën, ndërmjetëso të pranohet ndërmjetësimi yt, dhe kërko që të pranohet kërkesa. Hadithi nënkupton që profeti sallallahu alaihi wasallam do të kërkoj që të filloj llogaria, do bëjë ndërmjetësimin e madh për fillimin e llogarisë. Edhe pse nuk përmendet në këtë transmetim, por kjo është e nënkuptueshme. Por profeti këtu ka përmendur ndërmjetësimin që do të bëj për ummetin e tij,
thot, o Zoti im, ummeti im. Allahu i lartësuar do të thot, o Muhammed, ço nga dera e djathtë, merr që të hynë në xhenet nga dera e djathtë, të gjithë ata njerëz të ummetit tënd që nuk do të kenë llogari, që do hyjnë në xhenet pa u marrë në llogari. Dhe ata do t'i shoqërojnë dhe njerëzit e tjerë që do të hyjnë nga portat e tjera në xhenet. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në fundin e hadithit: "Walladhi nafsi biyadihi, lama bayna al-misra'ayn min masari'i al-jannah kama bayna Makkah ila Hajar, au kama bayna Makkah wa Busra." Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Pasha atë që ka në dorë shpirtin tim, ndërmjet dy portave të xhenetit, pjesëve të portës, ndërmjet dy pjesëve të portës së xhenetit është një distancë sa distanca ndërmjet Mekës dhe Hajarit, që janë Meka dihet kur është, Hajar është një zonë, një vend tjetër në gadismin arabik, ose aq sa distanca ndërmjet Mekës dhe Busras." Kështu që profeti sallallahu alaihi wasallam do të ndërmjetësojë në ditën e gjykimit për fillimin e llogarisë, dhe ajo është pozita e lavdishme, pozita e lartë që arrin profeti al-Maqamul Mahmud, por do të ndërmjetësojë dhe për hyrjen e ummetit të tij në xhenet. Në këtë hadith përmenden atëherë 5 të dërguarit më të mirë, tek të cilët do të shkojnë njerëzit për fillimin e llogarisë. Në fillim do të shkojnë tek Ademi alayhis salam, që në fakt është lajmtar, por nuk është i dërguar, që është babai i njerëzimit. Pastaj do shkojnë tek 5 të dërguarit ulul azmi min ar-rusul, që janë të dërguarit më të mirë, shkojnë në fillim tek Nuhu alayhis salam, dhe në hadith profeti e ka theksuar që njerëzit do t'i thonë se ti je i dërguar i parë i Allahut për njerëzit. Kjo tregon se Nuhu alayhis salam ka qenë i dërguar i parë. Pastaj shkojnë tek Ibrahimi alayhis salam, shkojnë pastaj tek Musa, pastaj tek Isa, pastaj tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.